Mësuesi asaj kohe na kishte dhënë detyrë shtëpie me shkruani poezi prej vetës. Po. Edhe mu më lindi ideja, e shkruava një dikur, e pava që kam, nëse munda me qujtë dellë, se kam frymëzim, i krijova 15 për një ditë. Shi. Për në atë kohë ndoshta nuk kanë qenë edhe dobta për moshën, se janë shkruar në moshën 14-15 vjeçare. Por nëse e shikojmë për kësaj perspektive, normalisht që ka ndryshuar. Ka ndryshuar në mënyrë drastike. Po. Keni idhull ju, e thatë që keni shkruar edhe për e doni Alipodrimën edhe keni shkruar për të madhin Podrimja. Po i lexoj vetëm 2-3 vargje edhe pastaj do të më tregosh pse të pëlqen ty poetika e Podrimës edhe vargu edhe shkrimi i tij përgjithsisht. Ditën që mbyllë sytë, dielli u përhap befas në horizont. Qyteti u shtang mbuluar me petkun e zi. Klithëronin pa pra, pa pushim, sheshet, librat, mitingu i poezisë. Kosova doneste për birin e vetë, që ja mbylli dëshirat e heshtura e dallgët e netëve të pagjumta. Vërtet bukur, sepse mitingu pa Podrimin është pa kësaj mange. Njëri prej themeluesve të këtij institucioni kaq me rëndësi. Gjithçka e heshtur. Çfarë të pëlqen? Çuditërisht Podrimja më kalon bresa edhe kur nuk kam ljuar poezinë e tij. Sepse Podrimja ditit i shkruaj natyrës saq bukur, edhe të na jep atë poezinë aq të bukur, mos flasim për lumin më vonë, që është kryevepër, por edhe disa vargje shumë të bukura, guri guron në gurin, që ishte një varg që fliste shumë i thjesht për tu të njëjtën poezi që po e përmend ju, e kam pas në temë në fakultet. Edhe e shesha se të bashkëmoshatarët nuk e kuptojshin thellësinë e mesazhit. Edhe ju do ke poezi mos ta quajmë ashtu pak e bezdishme. Çuditërisht prej domethënë moshës së re më kalon bresa se te Podrimja i shoh do gjona që nuk i shoh autorë të tjerë. Për shembull, thellësia e mesazhit tine, lirimi i poezisë pe figurave metrike, totalisht, domethënë ai demoni i brendshëm që e mundon. Domethënë Podrimja del sheshazi me mesazh të qartë, ta sjell fjalën letër, jo më fsheh shumë kanë mas figurave letrare. Edhe përmes një poezie tine, domethënë ta shpjegon gjendjen e popullit. Po. Miq Kosovë gjakojmë që nuk falet. A vritën pllumbat bre. Domethënë sa e lexoj emocionona shumë sepse janë vargje që më prekin shpirtërisht. Janë vargje që më thellojnë në botën e mendimit. Po. Është krenari me pas poet tillë, edhe nuk duhet asnjëherë mos vetnu vepra tyne, po duhet më fuqizu vepra tyne edhe mundësisht me mujtë më shku rrugës tyne. Po.